Shqipëria nuk është një vend për persona me fizik të dobët. Të shkosh në Shqipëri për të kaluar pushimet verore, do të thotë të kesh shpirtin aventurierit, që do të thotë kureshtar, i gatshëm, por jo profesionist. Kështu shkruan sot Corriere della Sera në një shkrim të saj kushtuar bregdeteve shqiptare. Shkoni të zbuloni një tokë që fshe bukuri të rralla, detin transparent, plazhe të virgjëra, pyje lumej male dhe site arkeologjike. Sigurisht pa harruar dhe një transport urban i cili shtrihet në mënyrë të çrregullt. Ky është limiti i zhvillimit të demokracive të reja dhe të dobta, shkruan faqja në internet e gazetës italiane. Një tjetër aspekt pozitiv, por shumë i rëndësishëm, është se sot Shqipëria është një vend i sigurt. Rreziku për të bërë prerë ndonjë grabitje të mundshme nuk është më i madh se sa ato që ndodhin në Itali. Shqiptarët janë më bujar dhe të gatshëm për të dialoguar. Shumë prej tyre kanë mësuar italisht duke parë televizion, ndërsa të rinjtë mësojnë me dëshirë së bashku me anglishten. Faqja e gazetës në internet shkruan se itinerari bregdetar nis nga Vlora për të vjuar më pas në Sarandë, që cilësoi dhe sirimin i Shqipërisë, dhe më pas Korfuzin në territorin grek. Kjo është pjesa që ka gjiret e shumta me rër dhe gur dhe ujëra të qartë blu. Por mes këtyre bukurive porrallore, ish diktatori Enver Hoxha ka mbushur territoret bregdetare me bunker me qëllim për mbrojtjen nga armiqt. Shumë prej bunkerëve tashmë janë bërë të padukshëm, ndërsa shumë të tjerë janë të dukshëm pasi janë ndërtuar në përkodra. Fatkeqësisht, një xhungël prej çimento, shkruan Corriere della Sera. Sajti italian shkruan se për të vizituar ja vlen të shkohet edhe në Gjirokastër, qyteti i Gurt, një prej shembujve më domethënës të arkitekturës shqiptare.